Dyshi unë shtata, si më dëgjon Mari. Dyshi unë shtata. Dyshi unë shtata, si më dëgjon Mari. Shtata unë dyshi, dëgjoj mirë Mari. Zbato 14. Shoh komandant, në drejtim të piramidës 18 jam parë gjurmë. Shkelsi ka hyrë dhe ka dalë përsëri. Ti Bardyl. Thomaj. Edhe Iliri do të kontrolloni në krahun e djathtë të gjurmëve. Unë po njoftoj komandën e prove. Ç'po bën Shan Shopeli? Pas leqet. Ç'thot Dëbora? Pa ndëgjojmë. Orteku e sipër. Ku? Qafë qelë. Tash për rëktin. Sot do të ndjejmë krismën. Ku nuk e shek të përgjuesin e orteqeve? Çfarë ka ndodhur te kulla e bushbunës? Një, dy. Remi Vargas? Një, dy.
Një, dy, një, dy. Gjatë kontrollit në krahun e djathtë të gjurmëve nuk pam asgjë dyshimt. Ulë për dëllë. Pra në krahun e majtë të gjurmëve shtretu mnerë. Në të djathtë, nuk u zbulua asgjë dyshimt. Atëra shtrojnë këto pyetje. A është në një kalimtar që ka humbur rrugën natën? Apo shkelës? Në qoftë se është i tillë, cilat kanë qenë detyrat e tij? Të hynte në thellësi për të kryer në një akt diversionist, me që nesër kemi edhe ditën e zgjedhjeve? Të takojë me njeriu e tyre? Apo të lindë detyrat në një vend të fshehtë? Unë mendoj se që të dy janë të mundshme. Ndaj në sektorin ku zbuluan gjurmët, të forcohet vigjilenca dhe këndishmëria. Për sot kthehet edhe komisari dhe do të mlidhemi prapë. Komandant, Bush Buna kishte ndezur një fener te porta e mikut. Ashtu? Në prisni bashkë me Eliri se do të shkojmë të marrim vesh çka ndodh. Të bëj një vrejtje e lirë, me që se ke përfunduar akoma busin e Bardhylit? Po. Undën ja ke zbukuruar, ca? Aje ka të madhe, nuk e shikon? Tja ke bërë të vogël, sa i mbibera. A pret miq Bush Buna? Për mikun ka buke dhe mazdalka. Hajde buju. Pash fenerin ndezur te porta e mikut. Qoftë për gëzime. Faleminderit, po e kam jallë. Maria, komandant. Ende nuk ka ardhur mamia me prit fëmijën. Lusin kamot. A u lodhe? Nga pak. Kush Maria? Ky çibuk nuk ka shnez me shkërps. Kështu e ndiznin. Ky është çibuku i Baramcurit o lisat e Bushit. Kam dëgjuar. Ky që nga? A i piu dikur motet dhe e la aty.
Unë nuk e pi me lull, po kënder nuk i takon kujdo. E ka pas synin larg Barambegu Olisa. Ka kenë shoqi pa shoq. Ja, në këto shtroje ka ecë. Këtu ka fjetur. E qysh atëherë është ndërtuar porta e mikut. E nditë si kjo, atje ndizet feneri. Maria. Është në gjendje të rëndë. I zmadhon gjanat të shkurt. Bab, Mua më duket si kur ti shkurte, do të hysh tek dera e do të më thuash, bush buna djalë. Vetëm mjeku mund ta bëj këtë. Të shpëtoj Marien dhe t'i shtoj kullës dhe një fëmijë tjetër. Qoftë ky djalë apo vajzë. Duhet patjetër një ndërhyrje kirurgjikale. Po ku do ta gjeni mjekun? Në qytet. Ti the që puna spret? Po me mjetet që kam, unë do ta mbaj derisa të vi mjeku. do ta sjellim sa më shpejt. Kush po qen? Kreshniku, djali Martinit. Ç'ti bash? Me ti bashkollë sot. S'ban mirë të rri këtu, po s'ndëgjon me shku. E çoj unë. Mjet një thes. Shko dhe ti partyr të merë postën. Unë po vetën qënë të lidhe me spital. Luaj? Si të luaj? Lojnë në thes. Tu një tjeta? Një tjeta ju. Tu një tjeta? Tjeta. Besolla unë se jem a ishte smu. Maria? Lajmëruam qytetin të vi mjeku. Sa qetësi është në shkollë. Të pëlqejnë lulet Valpona? Më pëlqen shumë. Po ty? Këto? Po e këto. Mua më pëlqejnë lulet e pjeshkut. Që bëni ashtu? Shpejtën për vende? Çudi. Si e solla ashtu me thes kreshnikun? Të pash nga dritarja dhe me zi e mbajta gazin. Po ndryshe nuk vind. Pastaj vetëm që të shoh ty jam gati të sjell thes gjithë nxënësit e shkollës. Iljet. E ke dorën e nxehtë? Ashtu të duket.
Nuk ishte ardhur posta, po lash porosit në i sjell korrieri fshatit. E i shtrute oda votimin. Pse apo mëdhim se ta? Çka ndodh tek shtëpia e bushbunës? Maria lajmërua mjekun që të vi nga qyteti. Pse i dam koskot? Nuk kemi kohë të grindemi për pulat. Leri, tani kemi hallin e kësaj. Sot kemi misafir nga ata. Na e more vesht. Ja. Unë plaka dhe nuk po vepron. Prandaj prej teje kërkohet që sot të sigurosh rrugën e kalimit dhe të strehosh njerëzit tanë. Kaq është detyra jote. Po që se rrezikohet në njëri prej tyre, gjysa e lekut pret dhe ty. Ti ke kohë që si e marrë me këtë punë. Dhe unë kam kujtuar se ke hequr dorë. Si të heq dorë? Tani edhe fëmijët i kemi në punë, jemi mirë. Qëquën të mirë, moj. Qje ti? Po unë qam. Një hamall që ngarkon e shkarkon mushkat. Arrova. I ngjesht dhe veshin dhe borës për të përgjuar tiqet. Edhe fëmijët tanë pa më kecene. Një burë zgërkova për djalin e smadhan. Djali s'shkote mirë me shkollë. Nuk kam kohë të mbush mendjen. Po në gjithu e regulohet në lartë. Dhe hapësit. Ç'kendar më të bësh? Atë e di unë. Mos shan. Do të marrësh fëmijët në qafë. Fëmijët si ka fut kush në këto punë. Të ngjatë qeta burra. Mirë se vjen. Bab, unë po nisem me dal para mjekut. Po vidhe unë me ty. Bukur fort. Ti isha në një të mirë shtigjet. Po le në tras në burë. Po dalim dhe ne. Ej, ti, qa po bën? Ja duhet ta heqë dhe unë mund t'jem brandi o gjyshi.
Martin! Se që dreqim ka kjo ka me majtë. E s'ka burë mishi që duron këto dhimje. Ktheu se po shkoj vetëm. Posta! Faleminderit. Thoma, telegram. I ka ardhur nga e fejuara shok. Lajmëro shëndetin. Marieta. Mirë moj plumbesh, mirë jemi. Unë prisja ndaj gjë tjetër. Arturi! Mere. Bardyl, për Ilirin telegram. Kultura, familja Kelmendi. Iliri sot pas ka ditëlindjen. O në i kulaçkë nuk i ka dërguar nëna? Kulaçkë, jo po sheqer. Kulaçka te ke. Kjo s'pjen në dhoma. Nikola, ku është Nikola? Mere. Bardhe ti? Që n'ke nëzet. Në dhëm pa koka. U bëfsh 100 vjeç, familja Kelmendi. Isha arruar farë. Druri po fillon të ngjas. Hundën ma ke bërcat madhe. I thuaj komandantit se kam ardhur për provat. Po pse u lodhe deri këtu Balbana? Po Iliri pse serdhi? Ka pak temperaturë. Po bëhem përgatitje të mëdha. E kanë bërë shumë bukur. Para qendrës së votimit do të shtrojmë qëllim të madh me lule. Atje do të kërcejmë ne. Nga qafa e mugut. Nxitoni.
të tre do të qëndroni këtu. Si urdhë? Alarm! Ndodhemi përpara një situate të re. Një grup shkelësish duhet të kalojnë kufirin. Zbulimi i gjunëve pranë piramidës 18 dhe hedhja në erë postës verore kanë qenë një provokim për të na tërhequr vëmendjen në drejtim tjetër. Ata vinë tani në prag të zgjedhjeve që të ngjallin panikë dhe terror. Prandaj bandën do ta fusim në një kontroll të rrept. Dhe pasi të jetë prerë mundësia e kthimit mbrapa, të bëhet asgjësimi i saj. Veliu dhe Agimi do të zënë malin e barë. Petriti, Pali dhe Agroni do të marrin drejtimin nga logu. Të tjerët në vendet e caktuara. Ilir, ti ismu, ktheu në shtat. Juve, shoku kujdesar, njoftoni me njerë njësitet e shërbimit dhe qetëm uvetar. Në zbatim! Martin! O Martin! Po shan Shopeli ku është? Ajo nda me mua tek logu i verdh. Më tha si edhim të këmbë dhe nuk e se dot. E pe që të kthej shan Shopeli? Jo.
zënë qafa e qelës, shok komisar. Pse? Mendoj që atje do të hynë. Dyshoj të shanë shoperi. Çfarë thua? Ai na ka shfutuar jetën ka qerë duke na sinjalizuar për rënien e orteqeve. Ka marrë pjesë edhe. Ai në mëngjes u shqetësua kur u takuam me ne. Edhe tha që në qaf çel ka ortek. Tek qendra votimit ishte i trembur. Kur ere tek bushi trasën e mande sikur në të kishte Florin. Posta verore Volner. Me Martinin ishte ndarë te kloku i verdh. Edhe ajo që të bën dyshosh më shumë, është se mshat nuk e kthyer akoma. Nis. Ilir, ti je smur. Nuk ka të. Unë treshi ndodhem qafqel. Unë treshi ndodhem qafqel.
Përgatitni një vit këta çojmë sa më shpejt në postë. Një kufitar plagosë ram. Kush është plagosur? Iliri. Tiroj, djali.
shok kufitar. Ju ngarkoj me detyrë për ruajtjen edhe mbrojtjen e një pjesë të kufirit shtetëror të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Në zbatim.